Çfarë ndodh kur fluturimi shtyhet mbi 3 orë? Kur një fluturim anullohet ose vënohet mbi 3 orë, shumica e njerëzve mendojnë se nuk ke çfarë të bësh. Edhe unë kështu mendova, derisa më ndodhi realisht. Fluturimi im u shtu mbi 3 orë dhe bëra atë që do bënte kushdo, i shkrova direkt kompanisë ajrore dhe kërkova një kompensim. Mirë po, përgjigjja erdhi shumë shpejt dhe ishte jo. Dhe arsyeja kishte të bënte me rrethana të veçanta, motin e keq. Në atë moment, historia dukej sikur ishte mbyllur, sepse sapo përmendet moti, shumica e pasagjerëve dorëzohen. Ligjërisht, moti i keq quhet rrethana e jashtëzakonshme dhe nuk ka kompensim. Por këtu fillon problemi i vërtet, sepse moti i keq nuk mjafton të thuhet, duhet të jetë real. Ndaj, duhet të kenë ndaluar të gjithë fluturimet dhe të mos ketë alternativa. Dhe në rastin tim nuk kishte kështu. Atë ditë kishte fluturime të tjera alternative dhe aktive. Aeroporti nuk ishte mbyllur dhe operimet vazhdonin. Pra pyetja ishte thjesht, nëse moti ishte kaq i keq sa të shtynte vetëm fluturimin tim, si po fluturonin avionët e tjerë? Në këtë pikë, shumica e njerëzve mbyllën histori me një email standard. Edhe unë mund ta kisha bërë këtë, por vendosa ta verifikoj më thellë. Ja lash çështje një websajti të specializuar për kompensime ajrore. Ata u morën me gjithçka, me dokumentat, me komunikimin, me pjesën ligjore, unë thjesht prita. Dhe pas verifikimit, doli që rasti im nuk konsiderohej forcë marrëdhore dhe po kisha të drejtë një kompensimi, pavarësisht refuzimit fillestar. Dhe kjo është arsyeja pse ta them këtë. Nëse avioni yt është anulluar ose vonuar mbi 3 orë, mos e mbyll historinë me një jo automatike, sepse shumë kompani refuzojnë në fillim duke shpresuar që ti të mos e vazhdosh. Po ju, çfarë historish keni patur me anullimin e fluturimeve? A keni marrë kompensim pas? Ndaj këtë video me dikë që duhet ta shoh dhe më ndiq për më shumë video rreth udhëtimeve.